kur ti sheh një idiot, si një progni, i smur mendor, që del në kryet protestës dhe thot, do bëjmë një ligj ne Shqipëria e re, kur të vim ne në pushtet, do bëjmë një ligj dhe që do fusim në burg të gjithë ata që shkuan në koncert, kompleksi i asaj që ka mbetur nga partia, ishte dikur Partia Demokratike, shkon përtej idiotësisë që thot një idiot në darkë, dhe shkon në pikën që bën kallëzim penal për këngëtarin. Pra, sorrat në bulevard thonë që do fusim në burg ata që ishin koncert, e pa dëgjuar, pavarësisht se nuk është e pa dëgjuar në historinë sociale politike në Europë. Diku ke 80-90 vite më parë, në Gjermani të kërcënonin nëse ti shkoje të blije produkte tek dyqanet hebreje. Dhe në secilën prej dyqaneve vendose një letër ku thuaj mos bli këtu se është hebre. Sot vendosin fotografi këngëtarësh në mure apo në pemë, ju thonë, ky nuk e kam mbështetur protestën. Dalin dhe thonë, ku shkojnë koncert, do dënohet me një vit burg. Naziskin, turp. Dhe pastaj gjithë ajo histori me ato sulmin. E pash vetë dje, me sytë e mi. Shkova, vizitova një mobileri, prodhon mobilje, divan i të shetë në Itali, i shetë në Gjermani, Bert Simagu shkret, 20 vjetë mes Tutkallit edhe Çekiçit. Me qenë se i kisha shkuar unë vizit, ju tur gonja, me gjithë call centrat e vetë, edhe me gjithë maskarejnë që e shoqërojnë, edhe pjesa tjetër e halabakve 10.000 llogari falso, ju turën, duke i bërë komente, divanat e këti nuk bëjnë, mos blini mo divanat e ky. Edhe shtuar e këtu dhe ca aktivistë një partie politike në Kosovë, që është turpi tyre, edhe turpi atyre udhëheqësve, që minimalisht u ka dalë partia nga kontrolli për qenë korrekt, se them drejtën nuk ma nxe goja të shoh dhe të thoja që po mirë si ka mundësi, po që se e doni kaq shumë Shqipërinë. Hajde pra bëni pushimet në Shqipëri. A i doni Shqipërinë ju? Pushoni Shqip, hani Shqip, konsumoni Shqip, blini domate shqiptare, hani kastraveca shqiptar, djath, dele, dhije, lope shqiptar. Apo këto duhen sharë, hotelet duhen sulmuar, mos pushonin në Shqipëri, mos hanin në Shqipëri. Po kjo është pra ajo që po themi kemi kaq kohë, po e nxorri kokën, dhe prandaj ajo që gjojmë tu, ajo që ka bërë sot Partia Demokratike për të kallëzuar një koncert, është edhe shpreha më kuptim plot e faktit që flamingot kanë fluturuar, sorra kanë mbetur aty, edhe kjo protest nuk është më e flamingo, është e Saliut dhe zogjve të Saliut si punet save që kemi bezdin, por duhet i dëgjojmë edhe këtu në sallë. Faleminderit. Vazhdojmë me pikën e 10 rendit të ditës, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së autoritetit të mediave audiovizive për vitin 2025.